Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të pozicionuar pak tek ferma VIP 2, është një ngjarje që po ndodh, natën e mbrëmshme ishte prajmi ku Luana Vjolca në një sfidë me banorët e kësaj ferme shfaqën datën finale. Kaluan plot 3 muaj, plot emocione, plot zënka, dashuri, njohëm shumë karaktere, njohëm shumë personazhe, shumë emocione dhe sot më datën 20/6, më pikërisht në këtë muaj, do të kemi finalen të madhe të fermës VIP 2. Protagonistët në fakt që pretendohen më së shumti të jenë në finale, 4-shja më e përfolur apo 5-shja, sepse Luana akoma nuk e ka zbuluar se sa do t'jetë numri i finales, po zakonisht kanë shkuar me 4, do me thënë është i pari një herë flite që do t'jetë Andueli nuk e diskutoj, i dyti Andrea, Big Mama dhe Erandi. Është kjo 4-shja që unë mendoj se do t'jetë në finale, por duke hequr Erandin, dyshoj te Big Basta. Do me thënë, jam mes Erandit dhe Big Bastës, nërsa këtë 3-shen tjetër nuk e diskutoj. Andrea, Andueli janë sigurt, Big Mama është sigurt, do me thënë mes Erandit edhe Big Bastës, njëri nga këtë të dy për të qenë në finale, por duke e parë strategjinë e lojës se si është bërë, Erandi mendoj që më së shumti e meriton në këtë rast të jetë në finale. Pikërisht, natën e mbrëmshme rrëfim patëm nga Anduel Kovaci. Andueli ju e njihni, është një djalë mirëditor, ka një super vokal për këndim, apo më vjen se mbyti malli është kënga e tij që pushtoi zemrën e të gjithë shqiptarëve, e interpretuar nga buri Drenusha Latifit në Big Brother VIP Kosovë. Tani një gjë duhet ta themi, Big Brother VIP Kosova këtë vit ka qenë motivi i shumë spektakleve për të kapur hit edhe për të investiguar mbi këta protagonistët. Ferma VIP pati sukses, nuk është që nuk pati, do me thënë prajmet kanë shkuar nga 500.000 shikime deri në 1.7 milion, do me thënë ka qenë aty me spektaklet e tjera. Nuk mund të themi që avuri këmbën Big Brother VIP-it, jo, në asnjë mënyrë, sepse tani edhe 3 muaj pas përfundimit që është bërë, Big Brother i vazhdon akoma të jetë mes njëri tjetrit, do me thënë të jetë i suksesshëm dhe pikërisht unë dua të ndaloj tek spektakli i natës së mbrëmshme. Spektakli Ferma VIP 2 po shkon drejt finales së madhe, e cila do të mbahet më datën 20 qershor, një datë që u zbulua përmes një sfide origjinale brenda fermës. Fermerët të lidhur nga këmbët me njëri tjetrin duhej të gjenin Chelsea e vetëm që hapte sën kundën me pishtarin simbolik. Pasi ndezën zjarrin, u shpall edhe data e shumë pritur e finales. Menjëherë pas kësaj, Luana hapi televotimin ku publiku do të vendosë se kush do të jetë finalisti i parë. 2 më pak të votuarit do të shkojnë në një televotim tjetër ku njëri prej tyre do të eliminohet. Në natën live të së hënës, emocione kulmuan me protagonistin Andueli, i cili ndau me publikun historinë e tij të jetës. I rritur me një familje me 6 fëmijë, ai foli me sinqeritet për sakrificat e prindërve të tij dhe për vlerën e dashurisë familjare mbi gjithçka tjetër. Nuk kishim pasuri, por kishim shumë dashuri, kishim njëri tjetrin, rrëfeu ai. Por surprizat nuk përfunduan këtu. Një letër dashurie nga partnerja e tij Klea dhe më pas një mesazh zanor prekës emocionuan thellë fermerin, i cili e cilësoi lidhjen me të si një bekim në një moment të vështirë. Kulmi emocional erdhi kur nëna Anduelit u shfaq në anën tjetër të fermës, në praninë e saj dhe të fermerëve të tjerë. Andueli interpretoi këngën e tij Nëna, duke përmbyllur një natë të mbushur me emocione të forta dhe lotë gëzim. Me datën e finales të shpallur dhe emocione që rriten çdo ditë, Ferma VIP 2 po i afrohet një fundi që premton të jetë i parushëm për publikun dhe për të gjithë fermerët. Tani dua pak të ndaloj tek Andueli. Pse ndodhi mesazhi i Kleës? Ju e dini shumë bukur, në prajmin e kaluar Luana Vjolca tha që Klea nuk është ajo që Tita ka bërë këtë gjë dhe që ka shkruar këtë letrën. Edhe pse Andueli normalisht e njihte shkrimin e të dashurës së tij, sepse kur jeton me dikë normal që ja njeh edhe shkrimin e saj, dhe ishte kundër kësaj pikës, që do të thënë ju si media, ju si program mua të më përdorni dhe ishte edhe për të dalë nga shtëpia. Unë mendoj që finalisti i parë i këtij formati do të jetë Andueli.
Tani nëse do të luhet diçka tjetër që të marrin më shumë vota nga Andueli, sepse Andueli është më i votuari momentalisht në Ferb, që të marrin edhe më shumë vota, do ta luajnë strategjinë që Anduelin ta çojnë të katërtin në përzgjedhje. Edhe i pari mund të del Andrea, por për lojën që është bërë, unë për mendimin tim besoj që e meriton Anduel Kovaçi.